Rikthehemi tashmë në studion e Radio Dugazhinit, jam me dy mysaferët e mi të jashtëzakonshëm. Omar Johop, mas pari Muhamet të prezantoj yllin. Omar Johon, të cilin e kemi sonte, portier i ri 10 vjeçar, pjesë e shkollës së futbollit Zidane. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Stanin. Respekt. Edhe trajneri më njohur Muhamet Dragusha, faleminderit Muhamet që je sonte me neve. Faleminderit edhe ty për ftesën, me kënaqësi kemi ardhur edhe Omari, me të vërtetë edhe Omari ka shpreh dëshirë me qenë edhe në pjesë e emisionit, por ndryshe Omari është një talent që përmend edhe ti, një talent që më të vërtetë po ja vlera mas pari për performancën e vet, pastaj edhe të ekipit, domethënë është një prej lojtarëve më të rëndësishëm në ekip, por ndryshe po besoj që ardhmja e tij do të jetë shumë e ndritur. Kur ja ke nisur me futboll, Omar, çka të ka tërhequr realisht te futbolli? Vetëm ka pëlqyer shumë. Edhe kur ja ke nisur fillim, a ke filluar si portier, a ke qenë futbollist? Jo, futbollist, jam kon lejtar. Mbrojt. E tash që ke dalë si portier, kush të pëlqen për portierave? Përcjell portierat më shumë tash? Po. Courtois më pëlqen. Courtois? Po. A pëlqen edhe Real Madridin kështu? Si e ke? Sa është mirë me Omar me futboll kur je në moshën tonë kaq i ri? Shumë mirë është, sepse është një eksperiencë shumë e madhe. Bravo. Mohamed, keni fakt shumë interesant e puna e Omarit, shpesh e përmendim këtë punën e fatit sportiv. Nisësh për diçka tjetër, përfundon krejt diçka tjetër. E vërtet, Omari ka qenë pjesë e një shkollës tjetër para se, domethënë, tash me ardhur ftesat e këtu. Ka qenë atje dhe ka qenë si futbollist. Domethënë këtu informata e kam pe prindë, po edhe gjithsesi edhe më Omarin bisedem. Edhe një ditë ka munguar në stërvitje portieri, edhe ka thonë kush lojën portier, ka hyrë edhe kërëor shpe ka ndryshu domethënë rol në futboll, edhe ka pëlqyer puna e portierit, edhe prej atij është portier, pastaj që një vjet e gjys dikon përvarësisht është pjesë e shkollës futbollit Zidane, pjesë e jona, edhe me të vërtetë pe ardhes tina neve na kanë shtu vlerat në ekip. Edhe domethënë si futbollist, po edhe si djalë është jashtëzakonshëm, është i kulturë, unë i edukun, për një familjes të mirë. Po gjithsesi talenti i tij ka rënë sy edhe në Kosovë, po tashmë edhe kena edhe oferta nga jashtë. Kur them oferta, nuk janë oferta bombastike që duhet më thonë, po mirë është që kemi marrë edhe një ftesë përkundër një kampi që ka qenë para një 2 muajve, ndoshta një muaj e gjys 2, po tash e ka marrë edhe një ftesë të dytë, e kjo e bën më të veçantë domethënë talentin e tij. A është më lehtë më kon futbollist, a është më lehtë më kon portier? Por mu është më lehtë më kon portier. Pse? Se shumë mirë është, që s'po di çmë. Kur e don më shumë, sigurisht është edhe më lehtë. Të rjek. Po ndryshe unë mendoj puna e portierit është më e vështirë. Është shumë më e vështirë, vërtet. Për shumë arsye. Është shumë përcaktuese. Po, shumë, bravo, shumë mirë the. Lojtari edhe me gabu është portieri që zaventson. Po portieri me gabu, domethënë është një përgjegjësi shumë e madhe. Ky është i ri, ky e kupton, po pe dëshirës të madhe, domethënë me qenë portier, edhe nuk i duket punë më e lehtë e portierit. Përndryshe edhe stërvitjet e portierit janë shumë më të vështira. Është vërtet. Lojtarët kanë stërvitje të vështira, domethënë fizike, çfarë do të kanë, po këta kanë edhe fizike, po plus edhe portiera që duhet me u xhu për tokë, në përbor, në përfshim, në përllash, domethënë gjitha këto do të mi bë, por ndryshe është një punë më e vështirë, një rol më i vështirë, po kur e don gjithmonë duket e lehtë, kështu që Omarin është më e lehtë me qenë një futbollist, një portier, se sa një futbollist në fushë. E keni fanell shumë të bukur. Çështë ka dok kur kanë tregu prind që Bayerni është një prej ekipeve në cilën kemi kry provat. Shumë mirë se ka qenë edhe një eksperiencë për mua shumë e madhe. Edhe nikosisht ka me konë edhe flamuri Kosovës, se e pe Kosovës, si e shqiptar. Atë ka pëlqyer edhe kjo si fakt? Po. Ne po elaboroj pak më shumë. Për me që të dashta me dalë, për me shpjegu për dëgjues se nuk është bash punë thjesht kjo çfarë ka arrit Omari, ka qenë numër i madh i atyre që kanë marrë pjesë për me qenë këtu ku është Omari tash. Njihet FC Bayern është një klub gjigant në Evropë dhe në botë, mund ta themi, edhe dim çfarë futbollistat defilojnë, edhe kush është pjesë e Bayernit, domethënë dihet yjet më të mëdhenj ndoshta të Evropës. Edhe ata mbajnë kompe si çdo ekip që mbajnë kompe, edhe familjar, edhe kanë vendosur me shku më marrë, domethënë pjesë me Omarin, ku kanë qenë dikon 15 deri 20 portiera, sakt, nuk e di, asone, po ndoshta as print e vet nuk e din sakt sa portiera, po gjithsesi një konkurrencë tepër e madhe të portierave. Kurse si kamp, në përgjithësi me lojtarët, përgjithësi kanë qenë dikon 200-300. Edhe tash pe 200-300
domethënë për 300-ve janë përgjithë vetëm 5, një portier dhe 4 lojtar. E pe aty në 300-ve po e marrin si 300-shin, me qenë edhe Omari pjesë e saj, domethënë është një mburrje për neve si shkollë futbolli, një krenari për Omarin dhe për familjen. Çuçi dole mëre? I vetëm portier? Ashtu. Veç e kum kry punën tënd. I kum po do vedo mami vetë që i ka postu domethënë për rrjetet sociale dhe me të vërtet ka performuar shumë mirë. Kam pasur edhe musafir shumë të mëdhej, domethënë yje të kampionatit botror që kanë fituar kampionatin botror. Klaus Augenthaler ka qenë pjesë e kampit, domethënë edhe shku i ka vizituar edhe pse ky nuk e din çfarë emri është. Absolutisht. Unë e din kush është ai, domethënë është kampion me Gjermani në vitin 1990 me domethënë paramendoni kampion botror. Çfarë niveli? Edhe ai ka qenë domethënë i ka vizituar edhe ka qenë për krahas, i kanë shkruar dres Omarit. Domethënë ka qenë domethënë pejletorëve që është shqu edhe gjatë kampit, edhe kjo bën të veçantë, domethënë edhe punën e Omarit, edhe performancën e tij, po gjithsesi po besoj që edhe për Bayernin është më mirë kur ka sa më shumë talenta, pasi tregu botror tash ka ndru kohë përpara kanë investuar shumë futbollistë gatshëm për me bleme shumë amaramend se tash po investojnë futbollistë të ri, domethënë më pak shpenzim produkti i madh. Sigurisht, unë po t'rregoj naim kjo puna e përzgjedhjes që përmenda për 305. Kom qenë vitin 2018 në Gjermani në një turne me 2 gjenerata edhe si më thonë 10 veçart. Edhe luajtëm një lojë kundër Fortuna Düsseldorf, edhe na mujtë 6-3, po kish kit normale. Si Gjermania e madhe, ata so lojtari kanë. Edhe lojën e dytë luajtëm me Kaiserslautern, edhe na mujtë 6-0. Tash u duvke më shumë me punu ka puna emotive se sa ka puna taktike se ata ishin fëmijë të vogël. Edhe kur u përfundoi, unë kom qenë në Gjermani, kom qenë pjesë e klubeve të Gjermani edhe e di pak gjermanishtën, edhe u ndola me trenerin me bisedu, edhe po i them thash shumë ekipën e mirë, thash të lumt ta bëjmë për punën. Jo, tha unë veç një muj ditë punoj me këta. Ç'është mundur për një muj ditë? Tha unë tha tash tregoj. Tha hajde tash tregona tha një muj përpara se domethënë mu vendos ku ato turnirit, kanë thirr grumbullim, kanë hop, domethënë një grumbullim me orë lojtarë të kësaj gjenerate. Po e lojmë 2020 ose 2018, po e marrim shembull, edhe ju lajmëru 700 veta ne. Para mendoje, s'po flasim për klubin gjigant Bayern, po flasim për Kaiserslauternin, që është klub shumë i madh në Gjermani, po jo nivelit Bayernit. Edhe për 700-ve, thaj ko morë 12 vetë këto. Wow. Tash po paramendoni Bayerni. Paramendoni Bayerni tash po. Sa duhet me të kurrë dhe sa duhet me analizuar me kështu. E kjo është e mirë që Omari në atë grumbullim që ka qenë 300 veta, e dikum 15-20 portiera, është përzgjedhur ndër 5 më të mirëtit, edhe ka marrë edhe një shtesë me datën 28 këtij muaji, ka më shku me bë edhe 20 stërvitje shtesë, domethënë me bind tash Bayernin që përveç bindjes, domethënë ata mojnë kombe në çdo vend, në çdo shtet. Edhe tash prej secilit grumbullim që kanë zgjedhur 3, 5, 7, sa kanë gjetë talenta, ata sigurisht kanë me qenë grumbulluar në çdo dot. Edhe paramedet tash mund themin kajmokun e më të mirëve të Bayernit është pjesë edhe Omari. Kjo është kënaqësi për Omarin, për familjen e tij, po edhe për neve si shkollë. Ka densana ke bukrenar. Shumë. Çështo ka duk kampi kur ke marr pjesë, edhe çka të ka duk diçka më interesant kur ke marr pjesë në kamp. Shumë mirë, ama mas interesanti më kanë duk trajnerat se njëri prej tyre u kanë që i ka ushtruar edhe ata që kanë që luajnë për shembull për shtetet mëdha, për Bayernin. Domethënë në turner elitar. Po, flasim për elitën. Apo të pritet derisa të vjen koha e 28-it? Sigurisht, na mund çdo herë po flas me ato story që i kanë domethënë i kanë postu familja me po infrastrukturën, bëshë stërvitje e jashtëzakonshme. Ato fusha e tash në këtë datën 28 paramendon nuk kanë më shkuar në kampin e Bayernit, në kampin, domethënë në për stadionet që i kanë shtesa apo domethënë që i kanë kampi tyre, po kanë më shkuar në stadiumin Allianz Arena. Në Allianz Arena, që aty duhet me dhon porë me hime e shiqu stadiumin të edin. E tash ta kanë me qenë pjesë e stadiumit, domethënë edhe një stërvitjes brenda stadiumit Allianz Arena. Ja, tash llogaritin nivelin e trajnerëve që kanë me kon aty. Tash sigurisht unë e përmana me qenë veç pjesë e kampit me ardhmë, me shiqu, me të përkra, me mbështet,
një yll sikur që ka qenë Klaus Augenthaler, atëherë paramendoj sa do të vinë tash në këtë kampin tjetër që vjen Kajmaku i gjithë aty në të përzgjedhurve të domethënë trajnerat të Bayernit. Kjo bën alomat veçantë, po besoj këtë stërvitjen që do të jetë. Edhe është e mira që familja e Omarit kanë kushte të mira, financiare shndrojnë mirë, edhe kanë mundësi domethënë me shku prapë në këtë kampin e dytë. Me ndje kontrat për djalin. Është shumë e vërtetë se duhet me qenë edhe financiarisht mirë, për me ndje këtu se është goxha një farë kosto me shku se ti nuk mund të shku djalin 10 vjeçor vet. Duhet me shku një vet, 2, 3 bashk. Më pastaj atje në hotel, se sigurisht ka familjare, ka gjithçka, po është një kosto goxha e madhe. Po gjithsesi për ëndrrën e Omarit jemi në gjendje gjithë me punu që ky me arrit vetëm ëndrrën e tij, mas pari me jetësu, po sigurisht se edhe ëndra e gjithëve shqiptarëve është që një lojtar i Kosovës që ka dalë deri tash shumë, e po besoj që edhe Omari me ka një pyetje në të ardhmen. A ta bëjnë një pyetje? Po. A më mirë është me prit portierin në këtë rast ti? A më mirë është me prit ti në penallti, aty me dhoni gol si portier? Cëllën e kishe preferu më shumë? Për mu me prit një penallti. Me prit një penallti? Po. Se të pëlqen me prit penalltin më shumë? Se unë nuk jam lojtar, për shembull me jap gol, po Edhe pse më do të më ndërhyj çorës, kam në turneun e fundit në E ka kryer edhe punën në sulmus. Në Pallat Rinis kemi qenë turnirin që organizohet çdo vit, edhe kemi fitu kupën, domethënë në shkollë prej klube më të mëdha të Kosovës, ne na shkolla futbollit Zidane, në shkollë para, kemi qenë fitues, domethënë Omari ka qenë aty si portieri kryesor i unë, edhe i turneut, edhe u përzgjedh si portieri më i mirë, e çka doshta më thonë është që ka shënuar edhe gol prej portierit, ka shënuar gol. Bravo, ma. Domethënë din edhe më shënuar edhe prej portierit. Kur jemi ka fundi bisedës, sa je edhe vet krenar për Omarin, që është pjesë e shkollës juaj. Po si çdo shkollë e futbollit, klub, çfarë do të jetë, se nuk është lajm i vogël. Po, akademi është kënaqësi me pas një lojtar të tillë. E për neve është në këtë rast, domethënë një ëndër edhe për neve. Qysh është për Omarin dhe familjen e tij është edhe për neve. Edhe as kemi pas portiera që shkon kësi niveli kështu. Jo. Është pak e veçantë. Na kemi pas futbollista, kemi pas gjithçka, po portier me kësi niveli. Në përgrumbullime mund të shkoj pothuajse secili. Po, në përzgjedh në 5 më të mirët prej 300-ve, kjo është diçka jashtëzakonshme. Kjo bën më të veçantë, domethënë punën e Omarit dhe performancat, talentin e tij. Pra, edhe për neve si shkollë është një mburrje e madhe, një krenari, edhe kjo është bë gjithçka fal punës tonë që e bëjmë me futbollista, në këtë rast me Omarin, po edhe sigurt edhe për kushtimi i tij në stërvitje që nuk mungon asnjëherë. Ndoshta edhe smut është, edhe nuk mungon. Por ndryshe do të mi përzu dhe familjen e tij, që i rrin shumë afër, e mbështesin, edhe nuk mungojnë stërvitje pothuajse asnjëherë, as familja. Domethënë mbështetjen e plot, për kushtimi i tij, puna jon, domethënë kur këto trija janë bë zinxhir, atëherë edhe suksesi nuk do të mungojë, edhe nuk është duke munguar për momentin, po besojmë që dita ditës Omari veç më u zhvillu, edhe me pas kësi oferta, me bu krenar vetën, mas pari shkollën, familjen, edhe gjithë shqiptarët ku dhe që janë. A është e vështirë Omar edhe me majt edhe shkollën, edhe me Omar me futboll nikosisht janë stërvitje të shkolla? A është e vështirë? Por mu nuk më duket shumë, amo është e vështirë. Se duhet në dyjat? Po, në dyjat ëndë. Duhet me qenë mirë? Po. Duhet me theksu dhe diçka tjetër, Omari është pjesë e U13, Omari është 20 vjeçar, është normal është pjesë e U11-qa. Po. Kë mbron për U13-qa, domethënë që se është sigurisht talenti i tij tregon që ky ka aftësi, domethënë edhe më shumë se që mundet, edhe është me U13-qa portieri kryesor. Përveç asaj, po e flasim edhe për punën, nuk stërvit vetëm me gjeneratën U11, po stërvit me gjeneratën U13, plus shtesë e ka edhe një stërvitje, domethënë që vjen te une. Edhe plus mundohet me trener portiera, domethënë me shku ekstra me punu. E gjithë kjo punë që po bëhet, po më duket po i shpërblet mas pari Omarit, për në veti, po edhe neve si shkollë. Domethënë se shumicën e stërvitjeve vjen te na. Edhe në fund si shtet, se kthehet pak fokusi edhe kanali po portier. Sigurisht po, edhe po besoj që në tarmën me qenë Omari një prej tyne me na bu krenar me punën, me krejt, edhe me të arriturat e tij, edhe pse e dim gjithë që portiera prodhohet pak në futbollin evropian, po gjithsesi na shpresojmë Omari me kon një prej më të mirëve në Evropë me punën që e bën. Përndryshe nuk i mungon dëshira, nuk i mungon edhe talenti,
E gjitha këto elemente kur i ka, atëherë pse jo, pse ta janë mos jetë e mirë dhe ndritur për Omarin. Absolutisht po. Omar, shumë suksese te Bayerni. Faleminderit. Inshallah të shohim me një ekip shumë të madh në të ardhmen, edhe të shohim fanillë kombëtarës Kosovës, edhe të shohim Champions League. Faleminderit. Mohamed, faleminderit shumë që ishe sonte me neve, një histori interesante, urojmë që ta shohim sa më lart. Faleminderit shumë edhe ty për ftesën, me kënaqësi çdo herë vim për mi promovu litor të ri. Faleminderit edhe ty për emisionin që ki, edhe dëshirën për me promovu litor të ri, të kum dëgju dhe më arat që thirr litor të ri, po edhe sigurisht edhe për Omarin të falenderojmë edhe në emër të shkollës futbollit Zidan, në emër tamin se është futbollist, si trajner futbolli, edhe sigurisht në emër të familjes, faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit edhe juve.